Përshëndetje, sa kemi dalë nga provimi I parë I gjuhës së huaj, me thënë të drejtën kisha pak emocione në fillim. Megjithatë, sapo u njoha me tezën e pash se ishte për të tëra nivelet dhe çdo gjë shkoi shumë mirë, si organizimi edhe mbarvajtja e të tërë testit. Në fillim fare mund kemi pasur emocione, po tani e përfunduam me sukses edhe me rrjedhshmëri gjithë testin. Ju uroj sukses e gjithë maturantëve. Jemi përgatitur sistematikisht gjatë gjithë vitit dhe shpresoj të kem dhënë më të mirën dhe testi ishte brenda pritshmërive. Kam përshtypjen se mund të kem dalë mirë, nuk është se kisha shumë emocione, por që I menaxhova siç duhet. Procesi ishte organizuar goxha mirë, çka do të thotë se kishte mbarvajtje deri në momentin kur mbaroi. Dhe ishte totalisht okay në këtë aspekt. Provimi ishte kryesisht I nivelit mesatar. Për mua ishte shumë I lehtë dhe shpresoj që tani të kemi dalë mirë, nuk e di. Provimi nuk më duke I vështirë, I një niveli mesatar, po unë isha përgatitur, prandaj s'kishte pse të më duke I vështirë. Edhe organizimi ishte shumë I mirë, nuk shumë qetë, nuk na shqetësoi asgjë. Emocionet që në fillim ishin të shumta, por në momentin që vjen teza para, çdo gjë tjetër harrohet. Uroj që të gjithë maturantët të kenë dalë sa më mirë.